الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Janë dy edukata madhështore që besimtari I mençur gjithmonë duhet t'i ketë parasysh dhe t'i zbatojë ato në jetën e vet. E para është që ai duhet t'i zbatojë premtimet që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, zotime ndaj tij. Dhe e dyta është që ai duhet përgatitet për ditën e premtuar, për ditën e Kiametit, për tmerret dhe vështirësitë e asaj dite. Allahu subhanahu wa taala thot duke I lavdëruar besimtarët e mirëfillt se si ata I kanë bërë bashkë këto dy edukata, thot yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ata I përmbushin zotimet e tyre dhe njëkohësisht frikohen nga një ditë e keqja dhe tmerri se cilës përhapet gjithmonë. Yufuna bin nadhri I përmbushin zotimet e tyre. Disa dietar kanë thënë qëllimi është se ata I zbatojnë obligimet e Allahut ndaj tyre, siç janë bindje ndaj Allahut, namazi, agjerimi, apo obligimet që I kanë raport me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Apo sipas një mendimi është për qëllim zotimet që I përmbushin nëse ata I kanë bërë obligim diçka vetes që Allahu në origjinë nuk e ka bërë obligim. Pra në këtë rast ata e përmbushin këtë zotim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po çfarë është ajo që I shtyn këta njerëz që t'i përmbushin detyrimet dhe zotimet ndaj Allahu subhanahu wa taala? Padyshim se është fetaria e tyre e mirë, besimi I tyre I saktë, tauhidi I tyre I saktë, madhrimi ndaj Allahu subhanahu wa taala ndaj krijuesit e tyre. Po ashtu prej edukatës madhështore që e kanë këta njerëz është se ata janë vazhdimisht në frikë për ditën e ashpër dhe të rëndë e cila I pret, e që është dita e Kiametit. Mirë po, kjo frikë e tyre është frikë produktive, frikë e cila I bën që ata të përgatiten për atë ditë. Allahu wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ata I frikohen një ditë e keqja së cilës, vështirësitë së cilës përhapen gjithkund. Pra është për qëllim dita e Kiametit. Ditë të jetë e rëndë me tmerre të mëdha të cilat nuk mund të përshkruhen me fjalë, me vështirësi të cilat nuk përfundojnë kurrë, me ngjarje madhështore të rëndësishme. E çka është ajo që të shpëton nga gjitha këto? Nuk ka asgjë tjetër përveç punëve të mira, bindjes ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kur ti e merr veten tënde vazhdimisht në llogari dhe gjithmonë e ke të pranishme në mendjen tënde ahiretin dhe botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala tregon duke I lavdëruar disa prej robërve që I ka zgjedhur, pra profetët e tij, dhe thot: Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar. Ne I patëm veçuar ata me një veçori e që është dhikra ad-dar, se ata vazhdimisht e kishin në mendje të pranishme botën tjetër. Pastaj Allahu subhanahu wa taala tregon për disa cilësi tjera të tyre besimtarëve dhe thot: wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ata u japin ushqim edhe pse kanë nevojë për të dhe e duan shumë, njerëzve të ngratë të varfër, jetimve dhe robërve të luftës. Duke u thënë: innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Vërtet ne ju ushqejmë dhe ju japim ushqim vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala, nuk dëshirojmë nga ju as shpërblim dhe as falënderim. Po tregon Allahu subhanahu wa taala se këta besimtarë të mirëfillt kujdesen për këto tri kategori të shoqërisë dhe u japin ushqim edhe pse vet kanë nevojë për të dhe është I pak të këta. Mirë po, këtë e bëjnë për të arritur devotshmërinë. Siç thot Allahu: lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Asesi nuk keni mundësi të arrini mirësinë e plotë derisa ta shpenzoni atë që e doni shumë. Padyshim se kjo është një prej formave, mënyrave më mahnitse të nderimit ndaj tjerëve, e po ashtu edhe sakrificës. Andaj, kur ne u përmbahemi premtimeve dhënë Allahu subhanahu wa taala, me këtë tregojmë se jemi duke madhruar Allahun subhanahu wa taala. Kur ne frikohemi nga bota tjetër, nga dita e Kiametit, kjo na bën që ne të përgatitemi për atë ditë. Kur ne shpenzojmë për vëllezërit tanë musliman, kjo tregon se ne po I mbajmë lidhjet me ta, jemi të mëshirshëm ndaj tyre, jemi njerëz të moralshëm, jemi njerëz bujare fisnik. Dhe realisht jeta e kësaj bote nuk mund të jetë e mirë e këndshme veç se përmes këtyre tri edukatave që po I përmend Allahu subhanahu wa taala për këta besimtarë të mirëfillt.
Allah është ai i cili jep sukses dhe na udhëzon në rrugën e drejtë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.